Disa fjalë për namazin. Allahu i madhëruar ka thënë: O ju që besuat, falni namazin me ruku e sejdë, dhe vetëm Zotin tuaj adhuroni, bëni të mirat e dobishme, se do të gjeni shpëtim. El Hajj, verseti 77. Në këtë pjesë të videofilmit është paraqitur forma e faljes së namazit dhe disa sqarime të tjera që kanë të bëjnë me namazin. Së pari duhet ditur se namazi është kushti i dytë i Islamit dhe është dy lloje. Në një, farz është ai namaz që ka për obligim çdo musliman për ta falur, siç janë 5 namazet e obliguara: namazi sabahut, dreka, ikindia, akshami dhe yatsia. Në dy, synetet dhe nafilet janë ato namazet të cilat nëse i fal shpërblehesh, e nëse nuk i fal nuk dënohesh. Çdo namaz përbëhet me numër të caktuar të rekateve. Numri i tyre është i caktuar për çdo namaz farz sipas kohës që falet. Në vazhdim të përcjellim tabelën në ekran me numrin e rekateve të çdo namazi. Namazet janë të ndara në rekate siç po i shihni në tabelë. Namazi sabahut ka 2 sunet dhe 2 farz. Namazi i drekës ka 4 sunet, 4 farz dhe 2 sunet të fundit. Namazi i ikindis ka 4 sunet dhe 4 farz. Akshami ka 3 farz dhe 2 sunet. Ndërsa namazi i yatsis ka 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit dhe 3 namazi i vitrit. Për të pranuar namazi i ka disa kushte. Kushtet e namazit janë: në 1, të qenurit me abdest dhe i pastër nga xhenabeti; në 2, pastërtia e rrobave dhe e vendit ku falesh; në 3, mbulimi i auretit pjesëve të turpshme, për meshkuj prej kërthizës deri në gjunjë, por për namaz kushtëzohet edhe mbulimi i supeve, ndërsa për femra tër trupi përveç fytyrës dhe duarve. Në 4, të jetë koha e namazit të caktuar; në 5, drejtimi nga kibla, pra drejtimi drejt Mekës, në të cilën ndodhet edhe Çabja, dhe në 6, niyeti për namazin përkatës. Kur të plotësohen këto kushte, atëherë mund ta falësh namazin. Po fillojmë me namazin e sabahut, i cili ka 2 rekate sunet dhe 2 farz. Por ne në ekran do të paraqisim faljen e namazit farz. Duart ngriten deri tek veshët dhe thuhet: Allahu Akbar. Ky tekbir quhet tekbiri fillestar dhe thuhet në fillim të çdo namazi. Pastaj dora e djathtë vihet mbi dorën e majt dhe thuhet duaja fillestare Subhaneke. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Kjo dua thuhet vetëm në fillim të namazit. Pastaj lexohet istiadha dhe besmele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pastaj lexohet suratul Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pas përfundimit të suratul Fatiha, lexohet një pjesë nga Kurani apo një sure e shkurtër. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Duke thënë الله أكبر. shkohet në ruku. Në ruku duhet thënë سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم. Pastaj prej rukus shkohet në pozitën e mëparshme duke thënë: سمع الله لمن حمده. Duart lëshohen te poshtë duke thënë: ربنا لك الحمد. Sërish duke thënë: الله أكبر. Shkohet në sejdë, së pari duke I vendosur gjunjët, pastaj duart e në fund fytyrën. Në sejdë Zoti madhërohet duke thënë: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Kjo thuhet një apo më shumë herë. Pastaj me tekbir الله أكبر. ngritet koka dhe në këtë pozitë thuhet: رب اغفر لي. رب اغفر لي. Sërish shkohet në sejdë duke shqiptuar tekbirin dhe thuhet: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Në këtë mënyrë plotësohet rekati I parë. Pas mbarimit të rekatit e parë, ngritemi në këmbë duke shqiptuar tekbirin për të vazhduar rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexohet: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pas mbarimit të Fatihas, lexohet një pjesë nga Kurani apo një sure të plotë. Dhe në këtë mënyrë vazhdohet edhe rekati I dytë. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Pasi të mbaroj rekati I dytë, duhet qëndruar ulur në uljen e teshehudit të fundit. Gjatë qëndrimit ulur lexohet: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.